Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janeska sot deklaroi se situata me Fakultetin Filozofik është shumë e ndalikuar dhe se ajo nuk është kompetente të tregojë nëse dikush do të mbajë përgjegjësi. E pyetur nëse do të shfuqizohen diplomat dhe masteret, ajo tha se ende e pret raportin, por nëse shfuqizohet regjistrimi, vijon edhe shfuqizimi i diplomave. Për këtë ekzistojnë institucione tjera në vend. Shpresoj se ajo procedurë do të rrjedhë ashtu siç duhet. Do doja të besoj se ky është një rast i izoluar edhe se nuk është bërë në mënyrë tendencioze, por pikërisht për shkak të kësaj institucionet e tjera do ta thonë fjalën dhe si do të vërtetojnë ata, ashtu edhe do të jetë. Udhëheqësia e Fakultetit Filozofike pranë Universitetit e Shën Kirilli dhe Metodi të martë njoftoi se 7 studentëve në studimet master dhe 4 në studime universitare në Fakultetin Filozofik pranë USHCM Shkup, studimet diplomike të cilëve ishin 3 vjeçare, u anulohet regjistrimi dhe statusi i studentit, gjithsesi u ndërpritet studimi. Ata theksuan se respektojnë dhe i zbatojnë konkluzionet e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, i cili gjatë kryerjes së kontrollit ka konstatuar paregullsi gjatë regjistrimit të këtyre studentëve në studime master dhe doktoratur dhe ka marrë vendimin për ndërprerje të studimeve. Dekani i Fakultetit të Filozofisë, profesor Dr. Oliver Bakreski, tha se studentët nuk janë pa diplom, por se nuk po respektohet ligji, i cili përcakton që vetëm me studime akademike, por jo me studime profesionale, ata mund të vazhdojnë studimet në cikle më të larta. Në këtë rast, studimet profesionale trajtoheshin njësoj si ato akademike, gjë që u lejonte studentëve të regjistrohen në studimet të ciklit të dytë dhe të tretë, megjithse kjo nuk vlen për këtë lloj studime sipas ligjit ende në fuqi nga viti 2018. Studenti i parë i studimeve pas universitare me studime 3 vjeçare diplomike është regjistruar në vitin 2019, deri më tani nuk ka doktoruar asnjë, ndërsa kanë magjistruar 8 persona në studime universitare 1 vjeçare.